kafsha ma shumë tregon edhe kontribon me veprimet saj. Sa e me fol nuk din, kështu që ne gjithë shka që marrëm prej kafshës, marrëm për mes veprimeve që aja i bën. Do më thonë edhe kjo është më rëndësi me ditë në si njerës që nuk mjafton fjala, po duhet me kontribu me veprime tona. Një njeri, një pronar, kur del me shëtit qenin e ti, qa na sugjeron ti si ekspert i kësaj fushë? Është ma mirë me hangër diçka në mëngjes, për qenë e dim 2 orë para se me dalë në ecje, në stërvitje, zakonisht preferohet mos me hangër, po kur jemi të njeriu, a e preferoni me hangër para se me dalë me shëtit, apo masi që të kthehemi nga shëtitja, një shujt e vogël, një shujt e madhe, spjegan atë më mirë. Po zakonisht kur e konsumojmë ushqimin do të me ditë që tretja zgjat 2 deri në 3 orë. 2 deri në 3 orë duhet ko për më shëndru ushqimin në energji, në materje ushqyese të ndryshme. Kështu që në këtë rast ecja në mëngjes nuk është ndonjë aktivitet fizik që konsumon ekstrem shumë energji, nuk ka nevojë më ushqy. Nuk ka nevojë më ushqy, as do më thonë pronari, për që më besoj e din ti ma mirë. Me rëndësi është uje, është mirë gjysë ore për para me pi për shembull gjysë litre ujë, shkaku që gjatë ecjes kur ndodh djersitja, po njëjtën kohë edhe sigurisht kafsha ka nevojë për ujë gjatë ecjes. Po, kjo është më rëndësi, ma rëndësishme se sa ushqimin, ndërsa pas kthimit në shtëpi, pas ecjes, atëherë është e rëndësishme kuptohet me ushqy me një racion të shëndetshëm. Unë zakonisht do e rrethom se cili racion pavarësisht a është mëngjes, a mbrëmja, kur do qoftë, duhet me pas proteina, karbohidrate, vitamina, minerale dhe yndyrna.